Edicioni 4 i konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, organizimi i Qendrës Kulturore Gjiroklasika, përfundoi dhe sigurisht ka edhe fituesit e saj, të cilët u përzgjodhen mbrëmjen e së dielës. Mes 18 finalistëve, vetëm 8 arritën të vlerësohen me çmime të mëdha. Si konkurs internacional që jemi, çmimet janë shpërndarë në vende të ndryshme. Çmimi i pianos shkoi në Maqedoni, në një vajzë maqedonse që luajti në piano. Çmimi i kitarës gjithashtu në Kosovë. Çmimi i muzikës dhomës në Tiranë dhe çmimi i instrumentit frymor në saksofon shkoi në qytetin e Durrësit. Charlotta, shqiptarja që jeton në Francë dhe lindi nga Kosova, ndan mes tyre çmimin Ibrahim Madhi në violinë. Ishte një çik e vështirë sepse prita një çik shumë kohë, po unë ndjeva shumë mirë, me pianiste isha në sambioz. Doja vetëm për me lujt me shpirt edhe jo vetëm teknike dhe arrita më mirë këtë ditë. Edhe unë ndjeva shumë mirë të luj në Shqipëri, isha shumë e kënaqur. Është kënaqësi të jesh para një jurie të mirë, edhe të vlerësohesh edhe të shohësh konkurrencën që e ke në gara. Është edhe ndjenje mirë kur merr edhe çmimin e parë, edhe pse çmimi nuk do të përcaktoj të ardhmen tënde, por ndoshta të jap një shtytje ose të jap vullnet për të punuar më shumë. Kemi të rinj të talentuar të mrekullueshëm. Jemi shumë të lumtura për këtë gjë dhe mendoj që ky festival do ketë një jetë të gjatë, pavarësisht se nuk duhet ta them. Interpretimet e finalistëve të konkursit Tempo në Kalan e Gjirokastrës u ndërthurën me performancat e 2 artisteve gjirokastrite, pianistes Mimoza Çabeli e sopranos Semine Sulozeqi. Ky event muzikor solli në Gjirokastër 175 fëmijë të rinj të grupmoshës 6-20 vjeç.